Përshëndetje, mirë se vini në Offside. Jemi këtu sot me Gerin për të diskutuar rreth botrorit. Botrorit, domethënë çfarë ndodhi gjatë botrorit? Çfarë ishte ajo që nuk shkoi për disa ekipe dhe cili ishte çelësi i suksesit për disa ekipe të tjera? Çfarë ndodhi këtë botror? Një botror realisht goxha sfidues, sidomos për ne europianët, duke nisur që nga pjesa orareve, sfidave, surprizave të pafundme dhe një botror me një makineri golash. Plot 308 gola shënuar në 104 ndeshje. Më duket se ishte u shënuar goli 100 në këtë botror? Në gjithë botroret. Nuk jam i sigurt, mbase po llogaritet domethënë që rreth 3 gola për ndeshje, mesatarisht 2.80 sa përsisht. Domethënë një botror plot surpriza, po me një finale shumë zhgënjyese. Një finale çështësisht finale, le të themi, domethënë ato arritën aty me merit ose jo, por ishin në finalen e Kupës Botës. Të dy ekipet, por ishte një finale e vakët, një finale pa emocion, një finale e luajtur me një portë. E pra, kjo është ideja që është një finale që zhgënjimin e gjithë e solli Argentina, ajo Argentinë e cila bëri gjithë botrorit një lojë realisht të pistët, nëse mund të themi, provokuese, me tension, me faulla, me gjithë skemat e tyre, që në fund fare të merrnin fitoren e tyre, një skem që ndoqën si me Cape Verdën, si me Egjiptin, si me Anglin, por që, si thonë, ja si sharangosh da tjetë e Spanja. Ishte vërtet, pastaj është edhe kjo që Spanja ishte skuadra e vetme që kishte posuar vetëm një gol, edhe atë kundër Belgjikës, dhe ka kaluar deri aty ku ishte pas një humbje. Shumë e vërtet, pas një humbje, me performanca fantastike faktikisht. E vetmja sfidë që mund themi se ishte zhgënjyese për Spanjën, ishte ajo përballë Cape Verdes, cila barazoi 0-0. Por le të themi që nuk ishte edhe aq zhgënjyese, duke parë se si shkoi ecuria e Cape Verdes, ekipit e Gjelbert, pasi mbajti le të themi rezultat me Argentinën 110 minuta vëlla. Ti bësh dy super gola Argentinës, ta çosh Argentinën në shtesë, për mendimin tim është arritje për një ekip si Cape Verde. Absolutisht, edhe nuk është se shkojnë në shtesë duke u mbrojtur, Po pra, duke sulmuar, duke shënuar, duke barazuar. Që kjo thekson edhe një herë problemet që kishte Argentina si ekip në mbrojtje, në fazën defensive. Po. Se s'mund të themi vetëm reparti mbrojtjes, se sot nuk mbrohet vetëm me gjithsesi problemi ishte te pjesa e finales. Kampioni janë fuqi, me 0 goditje në port për 120 minuta. Unë kam thonë deri në 110, pasi në minutën e 110 e tentuan portën, pavarësisht shënuan apo jo, apo shkoi drejt kuadratit apo jo, e tentuan portën. Ore, Unai Simon atë ndeshje ishte turist tash. Big turist. Do të thënë ishte realisht një spektator që s'kishte paguaj bilet, po paguhej në ndeshje dhe ishte brenda fushës. Si mendon për ekipin për formacionin e vitit? Formacionin më të mirë. Po. Okej, në port ishte Vozinha. Po. Mendoj se më shumë ishte çështja marketingu. Është vërtet, unë do kisha vendosur Unai Simon aty. Për shkak të honës që ju bë. Faktikisht unë nuk do vendosja Unai Simon. Sidomos me paraqitjen që bëri në sfidën finale, ndeshjen finale përballë Spanjës, Emiliano Martinez bëri realisht një botror shumë të mirë. Po, është vërtet. Po mos të harrojmë që unë vendosa Unai Simon për shkak se ka posuar vetëm një gol gjatë këtij botrori. Ndërkohë që Martinez nuk besoj që kishte ndeshje pa kështu. Kjo ishte edhe pjesa e mbrojtjes, ekipit që ndihmon, e kupton? Edhe domethënë gjithë ekipi sjell që të pësosh pa gola, siç ndodhi me Spanjën. Po. E njëjta gjë deri sa u përball me Anglinë ndodhi edhe me Meksikën. Po, që nuk kishte pësuar asnjë gol. Po, është vërtet. Po tani thuash që portieri i Meksikës ishte për Meksikën kemi thënë. Deri në atë fazë kemi thënë që edhe është Emiliano Martinez realisht, domethënë nëse zgaboj ishin 13 goditën në port. Të presësh 12. Shok çat bëje më shumë portieri jo. S'ka çat bën më shumë jo. Po çat bëje më shumë. Ajo ishte ndeshja më e mirë për Emiliano Martinezin, besoj. Edhe se di e pe një detaj kur mbaroi ndeshja që pëlqeshte me ironi.
Jo, kur psoi golin, ishte çështje me ironi. Kemi pastaj Pedro Porrën krah djathtë. Dakor, ka bërë paraqitje shumë mira, ka shtyr shumë përpara, ka realizuar edhe gola, nëse s'gaboj, realizoi edhe në fitoren përballë Belgjikës. Golin e dytë e bëri Merino, nëse s'gaboj i pari ishte Pedro Porro. Dhe mendoj se është vend stabil, krau i djathtë, goxha mirë. Tani në qendër kemi Lisandro Martinez dhe Upamecano. Këtu unë s'jam dakord fare. Këto vendosi ti? Sepse s'mund të lësh jashtë pa u Kubarsin. Këtu biem dakord, edhe unë isha dakord për këtë. Pa u Kubarsi ka bë, domethënë super botror, super paraqitje. Edhe vjen teksohet që është vetëm 19 vjeç. Patjetër, edhe ishte edhe Fabio Cannavaro, i cili e mbështeste si kandidaturë për topin e art Kubarsin. Tha isha unë, tha, i cili bëra një sezon fantastik, është mbrojtës i fundit që ka fituar topin e art e tjerë. Edhe në fund fare fitova, tha, botrorin dhe fitova topin e art. Realisht, pse mos tjetë, tha, Pau Kubarsi, pasi ka bëri super paraqitje. Realisht edhe unë po të ishte në dorën time, këtë botror nuk do jepja një sulmuesi topin e art. Pavarësisht se sa gola kanë shënuar, se tani shënosh 10 gola në një ndeshje në një kampionat elitar siç është botrori, nuk janë pak, por edhe paraqitja e mbrojtësve edhe portierëve këtë botror ka shëllat. Edhe pse është mbrojtës Kubarsi, në këtë botror ka realizuar më shumë ti pasime të sakta se çdo lojtar. Plot 690 pasime të sakta. Bravo i qoftë. Është mbrojtës o burr, nuk është as mesfushor, as shkatrues, as organizator, as sulmues, është qendër mbrojtës. Dhe mendoj që duhej në vend të Lisandro Martinezit. Se Upamecano ka bërë mirë. Edhe për Upamecano në krahasim me Lisandro Martinezin ka qenë goxha më lart. Faktikisht në vend të Upamecanos, nëse do bëj fjalë për shembull për një Argentinas, do isha dakord që më përpara të ishte Cristiano Romero. Nëse duhet të ishte Argentinas me vërtet, Se mos ta lësh komplet shtyllën e mbrojtjes me të Spanjës. Aymeric Laporte po ashtu ka bërë super paraqitje. I cili nëse s'gaboj është pranë finalizimit të marrëveshjes me Barcelonën. Është vërtet. Lojtar i lirë pasi luajtin në Arabi. Se u vetë ofrua për Barcelonën. Vetë ofroi agenti, domethënë. Në krah të majtë është Kukureja. Tani, fitoi botrorin. Pse s'ka pëlqyer performanca e Kukurejës? Me thënë drejtën, ka luajt mirë, po më mirë se Nuno Mendes nuk më zhduk. Nuno Mendes është lojtar që po diferencën krah. Nuk duhet ja mohoj asnjë merit Nuno Mendes, por Nuno Mendes u skualifiku herët. Ka për shumë ndeshje të luajë të ra Kukureja. Dhe performanca ishte stabil nga ndeshja e parë deri në ndeshjen e fundit. Ishte një lloj. Ishte stabil, jam dakord. Po të kishte vazhduar Nuno Mendes, kam përshtypjen që do ishte ai në vend ti. Po këtu pra është ideja se gjithë bllokun nëse e marrim në fazë paraqitjes që ka shumë finale etj, hajde po vendosim mbrojtësit e Spanjës. Mirë, se praktikisht Barcelonët përveç Kukurejës. Vërtet, përveç Kukurejës. Boni Real e mori një që thotë shive kam i letarën aty. Forda ishte me FIFA-n, që nuk e njihte akoma si lojtar të Realit. Se kur ishte regjistruar për botror, ishte regjistruar si lojtar i Chelsea-t. Është vërtet ka qenë Chelsea, kështu që njët Chelsea si fitus. Edhe i herë që të ndu do lët blopo. Që do e thoja unë, Kukureja ka bërë një nga paraqitjet më të mira të karrierës tij. Është i ri, ka akoma goxha për të dhënë, por ka qenë një sezon për këtë botror, ka qenë fantastik. Dakor, tash i kalim të mesfusha për shembull. Është Rodri, doli si tush top i arti botrorit. Lojtari më i mirë i kompeticionit. Është Bellingham. Nuk shkoi në finale Bellingham. Shkoi doli vend i tretë. Prit tash i ke në mesfush Michael Olisen. Olise ishte asistuesi më i mirë i botrorit me 7 asistime. Pse mos jetë McAllister? Ço bëri McAllister? McAllister është lojtari që ka vrapu më shumti dhe që ka luajtur më shumë minuta në këtë botror. Por ti mund vraposh sa dush, po s'do rezultat. Se duhet shohësh. Si s'ka thënë rezultat o burr, ka shkoi deri në finale Argentina, pra apo thoje ka shku Kukureja deri në finale dhe meriton të skualifikuar. Nuk është një lloj si nuk është një lloj? Po s'ka dhënë një lloj. Po është vend i 3 i 4, asnjëri për atyre nuk ka shkuar në finale. Pse mos ta vendosin edhe McAllister? Ka bërë super paraqitje përveç ndeshjes finale.
Edhe ndeshjen finale nuk është se kishte fajin ai, po ai kishte Giuliano Simeone që nuk e markoi Ferran Torresin siç duhej. Po për mendimin tim McAllister nuk është lojtar i kalibrit të lartë. O plak, o zotni Olise nuk është fare me sfushor qendre siç e ka vendosur FIFA atje. Atë nuk e vendimet e ose nuk i marrin mund të. Po nuk i takon o shok. Ka bën 91 kilometra tjetri, gjithë ndeshjet e botrorit. Ka qenë shtyllat kryesore të Argentinës. Nëse është ndryshuar edhe Leo Messi është zëvendësuar, nëse është ndryshuar edhe si kishte Leandro Paredes. Po. McAllister jo, sepse ka qenë shtylla e ekipit, ka qenë truri aty. Jo mëre. Po niko pas ç'a është që të blej qofte. Luan vend Messit. Po thash për është zëvendësuar edhe ai, Enzo Fernandez. Pse nuk ka nxjerr McAllister dhe të linte Enzo Fernandez, Leandro Paredes? Po se Scaloni? Se nuk. Po jo pra sa shumë është shumë gabim o shok. Është shumë gabim se tash nëse e marrim këtë logjik që thu ti, hajde lëm Kukurejan atje, hiç atë Rolisen edhe të vendosim McAllister. Unë s'kam. Po pra hiqe, po pse s'e ka heq? Atë nuk e. Po të njëjtën gjë pra atëherë duhet të ishte edhe në momente sa ti në krahun e maj. E di pse nuk e ka heq Olisen. Sepse Olise është ishte talenti i këtij botrorit. O shok. Ylli i këtij botrorit. Jepi më çmimin se lojtari i ri më i mirë. Po. Edhe në moment që jep çmimin, jep edhe vend informacion. Po shiko pak se nuk është më as për lojtarin më të mirë të ri Olise, se është 24-25 vjeç diçka e tillë. Është ku varsin 19 vjeç o zotni. S'ka tani ai është as mish as peshk, as i ri as i vjetër. Është mesatar, ta hedhim kosh atë tash. Po jo më që ta hedhim kosh thjesht nuk ka vend aty, nuk përshtatet me atë lloj informacioni. Nëse do ta vendosësh vendosin sulme, vendos dot, nuk e vendos. Nuk e vendos dot. Po atëherë nuk i takon fare. Ka luajtur me sfushor, i Claudiat. Po nuk i takon po jo më se ka futur trekuartista i Deschampi. E provoj me Dembelen dështoj, atëherë futi atë se nuk i eci skema me Dembelen, Griezmannin e la në shtëpi burri huaj dhe hajde. Po Bellingham i meriton? Po Bellingham i meriton, zot. Po për sulmin çfarë mendimi ke? Messi ishte sulm. Messi është i padiskutueshëm. Mbappé është i padiskutueshëm se realisht ka bëu goxha mirë derisa shkon finale. Po Haaland ai ku të njëjtën kohë me Nuno Mendesin. Pse na çeka Haaland që ndër sulmit edhe nuk e meriton Nuno Mendes? Ishte një nga goleshëronësit më të mirë të botrorit. Po ishte i treti më burr, ishte me Harry Kane-in. Po. Si po? Me Bellingham. Unë madje do kisha thënë ti ishte Harry Kane aty në vend të Haaland. Pikërisht. Pse mos jetë Harry Kane atje? Nuk e di, ndoshta nga që sluti ndoshta nga që ka bollafe me Tuchel. Se këtu bim dakord të dy që Harry Kane duhet ishte në vend të ndoshta se po ta marrim kështu që kush ka shkuar në finale, hajde marrim Argentinën, hajde marrim Spanjën, ti mbledhim disa lojtarë aty edhe ti vendosim të formacionin, po jo pra se nuk funksionon kështu ashtu. Kjo që thotë ti ndoshta është edhe se ka be plas Ferran Torresin në qendër sulmit, është ai për formacion e bëri golin super si Mario Götze rrezik edhe ai do i humbë emrin tash mas votrorit. Po Maro iku, se do lutë Barcelona prap. Po i mos ka lidhë do lutë Barcelona, po tani FIFA mos luaj me dy standarde o zotri. Tash të bëj formacionin tamam, siç i takon, ose hajde merr dy ekipet finaliste dhe plasi 11 lojtar aty, 7 nga njëri me që është fituesi edhe 4 nga tjetri dhe po bëj formacionin. E di çfarë folet për topinar dhe kam përshtypjen folet edhe të njëjtën gjë edhe për FIFA-n, që nuk e vendosin më specialistët se kush është, e vendosin gazetarët, edhe është marketingi i gjallë pastaj. Është kryesorja marketingu, sepse te fundi tani drejt vote kanë gjithë. Po. Është çështje e preferencash? Po. Po, siç nuk mund ta vlerësojnë për toptarët, gazetarët. Po. Një futbollist nuk mund të vlerësojnë edhe informacionin më të mirë botrorit gazetarët. Ndoshta mund të bëj tip mekanizmi që mos të kenë shumë ndikim me i përfshirje kështu. Më kupto ku do dal. Domethënë se se gazetarët japin ide shumë mirë se janë gjithkohës aty duke pa futboll, po kam përshtypjen analistët tani. Ti nëse gazetarët thujo. Specialistët e futbollit apo vëllai? Kë konsideron ti specialist futboll? Një që ka luajtur futboll. Ish futbollist. Ish futbollist. Po ish trajner. A nuk është e njëjta gjë prap? Sepse dhe ish futbollistët ndikohen nga perceptimi, kë kanë trajnuar, kë kanë loz, edhe trajnerët e merrat. E njëjta gjë vlen edhe te gazetarët. Po, nuk kë kanë më simpatizant, kë mendojnë se lu më mirë, domethënë thelb është prapë e njëjta. Po un kam vetëm këtë gjën që mos kenë kaq shumë ndikim. Jo tani se duhet jetë e njëjta aty. Po jo më vëlla, se tani nuk mund të thosh ti që nëse do bëj një përjashtim, mendoj që mund të bëj fart diferencimin që të kishte pak më shumë vlerë
vota në përqindje se sa e grupit tjetër i trajnerëve aktual. Po. Domethënë që drejtojnë atë rryp klubesh dhe kombëtarësh të asaj periudhe, të atij viti. Prap dhe kjo është e vështirë se tani s'mund ti selektosh gjithë. Nëse që në thel nuk besoj se ngela çalon aty situata. Edhe tjetri i fundit fare ishte Kylian Mbappé. Kylian Mbappé që duhet të ishte në formacionin e botërorit, duhet të ishte çdo mend. Dhe pik mohabeti. Po. Se doli golashtuesi më mirë me 10 gola. Po, që e çellovin kokë. E çellova, po. Tani çështja është këtu. Mbappé pse mos ta fusim në qendër sulmit, nëse do e marrim sikur thotë për punë meritokracie, sepse ka shkuar më shumë se Haaland. Po. Po ku do vjen krah tjetër? Në krah të majt. Një lojtar tjetër që ka shkuar deri në atë pikë. Ko mendon ti për shkak? Julian Alvarez nuk ka bërë asgjë, a shkon finale. Me logjik. Desir Duen, Bradley Barcola. Po. Po këto pra. Po nuk funksionon kështu logjika, se nuk mund ta kapish në këtë aspekt. Ideja është ore dhe Vozinja të e fundi se nisëm mrapsh komplet. Portieri Kuriku krahasu me ekipet tjera. Nëse është portieri që ka bërë më shumë pritje. Jo, portieri më shumë pritje ka bëj Kuraçaos. Kishte plot 21 pritje. Po, Kuraçaos. Po vetëm Gjermania rrafi 7-1 o burr, tash e kuptoj. Gjithsesi, se Kuraçao ishte thjesht sa për t'rregulluar statistikat. Edhe kepi gjelbër tash, supozoj të ishte. Po, supozoj, po doli ndryshe. Kështu që prap mendoj se atje është çështje marketingu, kush janë vendos atje, edhe ka shumë padrejtësi me McAllister, me Cristiano Romero mendoj se duhet të ishte, me Pau Kubarsi mendoj se duhet të ishte, që nga Porta po ashtu. Nuk duhet të ishte Vozinja. Jo, po Vozinja. Ndërsa me pjesën e sulmit mendoj se diku bie dakord. Un personalisht mendoj se Harry Kane duhet të ishte në vend të Haaland. Po, është e vërtetë. Ndoshta është edhe vendos se Haaland nuk është gabim, por mendoj se Harry Kane mbase ndoshta nëse do kishte luajtur kundër Francës, do kishte shnuar ndonjë gol me atë artilleri që u shnun atë ditë, do e kishte pa diskutueshëm. Gjithsesi, në tërësi, domethënë nuk është se jam dakord me atë lloj informacioni. Po si mendon për dështimin e këtij botrorit? Për ty kush ishte dështim? Dështimi i këtij botrori tani Gjermania ishte pa diskutueshme. Po. Mendoj jo. Unë ta thash. Gjermania ishte pa diskutueshme edhe realisht tani jemi edhe i çik fair play, e kupto? Me që doli edhe ekipi fair play këtij botrori, që vlen për të theksu, ekipi më i pastër, më i qetë etj. Dështim gjithashtu ishte edhe Holanda. Është vërtet. Skualifikoi Maroku, ishin dy ekipe që ikën me penallti. Dhe mendoj se ishte për paftësi tyre që nuk e mbyllën dot rezultatin as në 10 minuta, as në kohë shtesë, e çun penallti. Penallti është ruletë ruse pastaj ose Hollandën e pam që me Japonin. Dakor. Që do kishte probleme. Për mendimin tim dështim. Po që tikte kaq shpejt që në raundin e 1/16-tave. Për mendimin tim dështimi më i madh ishte Gjermania, që unë ta kam thënë që kur ka filluar botrori, ta kam thënë që për mendimin tim, në moment që Gjermania nuk kalon një fazë më tej se grupet, domthon kalon grupet dhe ngec aty, është dështim. Gjithsesi, dështimi më i madh i këtij botrori nuk është as Gjermania, as Holanda, dështimi më i madh i këtij botrori ishte Uruguay. Mendohet edhe thosh Brazili. Jo, absolutisht. Ja kanë dështime, kanë pjesë të veta dhe këto normalisht se kanë ikë shumë herët nga fazat e eliminimit direkt, po Uruguay 2 herë kampion e bote. Ka një ekip jo për të eliminuar fazë grupeve, edhe të kalojë ke Verde, të liejë jashtë ke Verde me 3 barazime ose ti, tash ti ja kupton. Është e vërtetë. Ai është dështimi më i madh dhe ai Marcelo Bielsa që filloi pozive me gazetar, thjesht kape shfrym lef, ishte pa lidhje. Dhe tash më duket se në krye të Uruguayt ka Diego Forlan, legjenda e ekipit. Po, është legjend. E majmen, lojtar ikonik. Edhe i botrorit. Po, e majmen, domethënë u pikas në moshën 29 vjeç. Që shpërtheu. Pa të dëshpërtimin e vet. Kush mendon ti se ishte dështimi i këtij botrori? Përveç Gjermanisë thua. Unë thash për mua është Uruguay dështimi i këtij botrori. Unë më thon drejtën Uruguayn se kam pa lart që kur kam pa ndeshjet si duante. Fakti që ti nuk kalo grupet me një grup të tillë je dështim. Dakor jam. Maron muhabet. I vëm vi aty. Po për mua dështimi
Se realisht prisja më shumë nga Gjermania. Jam apo jam tifoz i Gjermanisë. Po. E kemi thënë dhe unë jam tifoz i ekipeve të mëdha, i futbollit të bukur me ekipe të mëdha. Po. I futbollit me emra të mëdhej. Dhe kur pash Gjermaninë që barazoi me Paraguayn, shkosh në penallti me Paraguayn, edhe mos të kesh lojtar që mos gjujnë penalltit, për mendimin tim, është dështimi jo që të trajneri, që të federata. Jo mos federata. Jo më kupton? Po s'ka ç'a bëj federata, aty është komplet faji Nagelsmann i trajnerit. Ore, unë jam trajneri, unë t'i jap urdhra, do të lush, do e godasësh ti, nuk më intereson në nxjerr jashtë ajo. Ti ke protagonist, ti e ke radhën. Se ajo edhe ishte pa si e kapiteni Joshua Kimmich. Po. Sinjalet e trajnerit ti duhet i vish në zbatim o zotëri. Maroj. Ke peshën e një kombin krah më. Tani lojtari më i dështuar këtë botror për mendimin tim ka qenë Kimmich. Ka qenë një lojtar që s'ishte fare në fushën e lojës. Ka qenë Ronaldo më i dështuar. Ronaldo ti vishana është. Po dështimi më i madh ka qenë Kimmich, edhe Gjermaninë, me thonë vetëm prisja goxha shumë nga Gjermania. Kisha një përshtypje që të paktën dhe bënte edhe një hap mandej. Se pastaj se varesh edhe ekipi. Do kishim pa neshje të bukur o burr, do kishim pa Gjermani Francë me të pas lezet o burr. Po realisht tash shofër Gjermani Francë kënaqesh më vëlla. Gjermani Paraguay Francë Paraguay pam ndeshje kriminale më burr. Su kuptua kanë hyrë me luaj futbolla qa si Argentina në finale. Jo, prapë Argentina luajti çik. Po qa luajti çik o burr? A e çan hodhi fund ndeshjes? Po ajo fund ndeshjes ishte gjë tjetër. A di si më shduk Francë Paraguay? E ke parasysh kur luan me një calceto që e ke i natë? Po edhe kap fut e birë aty. Domethënë thjesht ti ndërhysh keq që ta bësh dalin nga vetja. A shumë më shduk ajo ndeshje Francë Paraguay, një ndeshje lodhur, një ndeshje sikur s'kishte arbitër. Ishte një ndeshje shumë e lodhur. Pastaj ndeshje tjetër që më ka bërë përshtypje ishte edhe Belgjika me Senegalin. Belgjikën me Senegalin, unë deri minutë 82-83 unë kam bërë copa të Rudi Garcia. Se realisht me atë lojë që bën jo plak, ishte katastrofë. Kishte marrë ndeshja. Ishte marrë pisa par 2-0. Ore minutë 80 po të them. Ishte 2-0. Në minutë 80 ishte 2-1. Edhe prapë bën atë copa atë. Se qa boni burri uj, kap e ktheu, goditi me zëvendësimet, jo realisht për të sharabe. Fola unë. Aty tregoj realisht aftësitë si trajner. Bravo. Me zëvendësimet, tregoj që i njeh edhe lojtarët. Po. Dihet se kush do shkojë kështu. Po. Se kush mund t'i zgjidhë situatë. Nuk i funksionoi te ndeshja pasardhëse me Spanjën. Në fund fare nuk i funksionoi, sepse ishte barazim deri në 6 minutat e fundit, derisa u fut Merino. Ai ka qenë, si themi, asin në mang i De La Fuentes. Ishte asin në mang, e vërtet. Po, për surprizat? Surprizën e kemi thënë, surprizë ka qenë Bosnia, që e godite, po, për mendimin tim, surprizë tjetër ka qenë edhe kepi i gjelbër. Tani, Bosnia, për vetë suportin e Bosnjës si kom, si shtet, marrësh pjesë në botror, të kalosh grupet, aq është arritje që ne si kom, realisht në Europian, dyre kemi shku, gja kemi kërku që të kalojmë grupet, e do na bëndet krenar. Po, është vërtet. Kemi bën ndeshje shumë mira dhe realisht është për t'u vlerësu. Ama surprizë e këtij botrori ishte Kepi Gjelbër, edhe Maroku. Edhe Maroku shkoi deri në çerfinale. Jo, për Maroku nuk mund të them se ishte surprizë. Me thonë drejtën. Nuk e prisja, domethënë nuk e çu surprizë se Maroku është botrori i dytë. Surprizë ishte botrori. Në çerfinale është për herë të parë. Në çerfinale po. Çerfinale është për herë të parë dhe po ta shohësh rrugtimin që ka kaluar domethënë. Kaloi fazën e grupeve. Ka pas ekipe të forta. Po ka pas ekipe të forta, Hoçi pastaj Kanadan 3-0. Hoçi herë Hollandën që e tham para. Hoçi pastaj organizatoren e botrorit Kanadan. Thell 3-0. Po, edhe pastaj te Franca u burr. Tash Franca ishte Franca. Te Franca dominoi Franca, u kualifikoi Franca. Po. Nuk është se kishte shumë histori. Po, them të vërtetën, në Maroku nuk i kam parë shumë surprizë. Surpriza ishte Kepi Gjelbër. Po.
Fakti që kaloi grupet së bashku me Bosnjën, ishte surprizë në vete. Bravo i qoftë. Kaloi alla Italia. Po. Me 3 barazime. Ma kujtoj çik Italinë. Ta kujtoj çik Italinë, po. Ma hoqë edhe mallën Italisë. Se ishim mësuar pa Italinë të dalë nga grupet kështu me 3 barazime. Edhe të shku finale. Se Italia të keq kishte. Po pra nëse me Italinë, po. Realisht. Një që do futboll nuk nëse është skem që i funksionon i përshtatet, jam dakord aty. Italia po merrte Guardiola më duket. Po ishte në bisedime, nëse s'gaboj ka marrë në stafin teknik drejtor Maldinin, Paolo Maldinin, edhe flitej për negociata me Guardiola, do ishte shumë interesante, po prap do ishte e bukur për ta parë Guardiolën që lu me tiki-taka sa do përshtatej me Italinë defensive, edhe me këtë brez lojtar që ka që nuk janë më të mirë në tyre. Flasim realitetin. Ndërsa këtë botëror përveç topit të artë jepin top bronze, top të argent, e kupto ti? Do me thonë kështu lashmëri topash. Po. Me podium pra. Po. Të artin e mori Rodri. Po. Të argentin Messi edhe të bronzin së bashku me pucën e artë e mori Mbappé. Kështu s'bjet dakord. Pse s'bjet dakord? Pse jo të argentin Mbappé? Sepse Messi është lojtari që ka dhënë performancë më të mirë apo jo? Po shkojnë finale pra. Edhe do veçosh nga një lojtar tani kryesori fitoi botrori. Po, Rodri. Që te Argentina kujt do jep tjetër veç Messit? Po jepit bronzit. Po jo pra se po marrim 2 ekipe që shkojnë finale pra se kështu i kanë vlerësuar. Po. Kështu i kanë vlerësuar tash. Se po ashtu i bita merr te Bellinghami ose ai Harry Kane. Se po çesë thu kjo ide që thu ti, vjen i parë. Jo, me ç'po shoh, po mendoj që janë i pari fare fituesi i botrorit, i dyti finalisti i botrorit dhe i treti midis veni 34. Tani ç'a ndodh? Besoj kemi përballë Bellingham dhe Mbappé. Po, Mbappé ja ka shënuar gola. Ka gola. shënuar, mori këpucën e ardh. Maroi. Mbappé. Po. Lojtari i ri më i mirë e tha më para e mori Pau Kubarsi. Po, këtu është i paradoks total. Se nuk e vendos atje. Lisandro Martinez realisht domethënë ta vendosësh. Nuk e di, ndoshta e tham mund të jetë edhe marketing. Dhe Dorezën Art e mori Unai Simon. Që edhe për këtë unë s'bie dakord. Po, a thash çat ditë. Nëse Unai Simon e merr si fituesi i topit të art, se praktikisht kush fiton topit të art, botrorit që është topit të art. Se praktikisht kush fiton botrorin, fiton edhe Dorezën e Art. E kemi parë edhe vjet, kur them vjet, botrorin e kaluar, edhe para 2 botrorësh, domthonë ekipi që fiton botrorin për të herë merr Dorezën e Art. Siç e fitoi dhe Martinez në 2022-shin dhe Lloris në 2018-ën, po. Edhe në 2014-ën e ka fituar Neueri. Dakor. E kuptoj domthonë me këtë logjikë kanë përdorur. Unë po them që paktën me atë super paraqitje që bëri atë. Nuk i duhen humb vlerat, jo, se po ta marrim nga ana statistikore qëndron ajo si ka psuar vetëm një gol, fund ditës sot nuk më intereson me ekip pa ekip, unë një gol. Po, është e vërtet. Edhe botrorin e fitova, është portieri që ka marrë portën me më pak gola. Po pra, po. Vetëm në 7 ndeshje, 8 ndeshje sa kanë luajt, një vetëm ndeshje ka psu. Po pra vetëm me Belgjikën. Po, edhe kështu që i bi praktikisht 6 ndeshje pa psu gol. Po pa psu gol, po duhet shohim, po ta marrim nga ana statistikore edhe sa goditje kanë psuar, sa ka shpëtuar portieri, sa ka prit domethënë kështu. E tham në episodin e fundit, fituesi nuk gjykohet. Okej. Pajtohem te këto tjerat përveç formacionit. Te formacioni tani se aty ka një paradoks pat ta thash, një lojë me 2 standarde. Është vërtet. Që tani ose merr ekipin e 2 finalistëve dhe bëjnë një 11 aty, ose merr realisht lojtarët që e meritojnë. Aty nuk ishte as e para as e dyta. Ishte një gjullurdi, një mishmash aty për mendimin tim, se nuk mund të jetë me 2 standarde. Është vërtet, shoku, është vërtet. E peqa rregullin e ri të kalojmë çik te kampionati shqiptar tani, se botror iku ishte astë na diçka. Mos na art më botror si ky o shok. Me sa duket do vi më i keshëre. Jo, do vi më mirë, do vi më mirë, mos na art më botror si ky për punë oraresh. Po,
Na kalon pa gjumë, edhe s'ka pas emocionin që e kanë botërorët tjera. Me thon drejtën. Duam shohim botëror, futboll dhe jo marketing. Po jo reklam. Jo reklam. Është vërtet kjo që thot ti. Ore bëni dhe reklamat, po pak me lezet, më që nga hydration break-it. Se me thon drejtën këtu kur luhet botërori në Europë. Po ka tjetër frym. Sikur merr atmosferë tjetër komplet kontinenti more. Jo vetëm kombin. Jo vetëm në Europë. Në Europë 1 që del botërori më i bukur dhe në Amerikën Latine 2. Janë vende që duan e dashurojnë futbollin. Po jetojnë me futboll, por ata akoma i thon soccer, sa i kemi përsëri 700 herë. Po, kemi bë bajat atë. Si thotë edhe në lojë burr, pra Evolution Soccer. Soccer, po, 5. Është FIFA burr, futboll. A kuptoj. Top me kamp. Edhe të kthehemi edhe një herë. Top i luajtur me kamp. Po. Te kampionati shqiptar më pëlqeu diçka, rregull i ri propozuar nga FSHF-ja. Një bravo këtu realisht, që ishte vendosur kusht të gjitha ekipet, kategoria superiore, kategoria e parë, kategoria e dytë e me radhë, duhet të kenë në përbërjen e tyre të paktën një lojtar 18 vjeç. Po nga akademia. Po. Përjashtim të superiore ishte fakti se ai lojtar mund të luajë vetëm 45 minuta. Po. Nuk është të thënë që të fillojë të mbarojë ndeshjen. Jo 45, më duket kishte 20 te superioria. Domethënë kishte më pak se 45 te superioria. Okej, edhe më pak se 45, diçka e tillë. Po. Ndërsa tek tjerat, kategoritë e tjera duhet ishte te kategoria e parë ishte 45, me sa pash, se nuk e vura mend. Mirë. Por ndoshta tani edhe kam lexuar gabimun. Te e dyta dhe te e treta duhet ishte full, duhet ishte 90 minuta. Po kam një pyetje tani. Në Super League dhe në Kupën e Shqipërisë, lojtari duhet luajë titullar të paktën në pjesën e parë. Po. Të filloj startues. Po pra, të paktën në pjesën e parë. Po nuk thot 45 minuta. Po sa është pjesa e parë, burr? Po, 45 minuta. Mund të bëjë hydration break. Ndërsa në kategorinë e parë, e dytë dhe tretë duhet të luajë gjatë gjithë ndeshjes. Po, 90 minuta, okay. Po këtë thash më burr. Po 45 minuta duhet të jetë se s'bën, domethënë, në superiore dhe te kategoritë tjera duhet të jetë fund e kryendeshjes. Po, tani, nëse ndodh ndonjë dëmtim kartona është tjetër histori, besoj. Po kam edhe një pyetje te se për shembull jam dakord ton me këtë rregullin. Se tash të bëj çik edhe avokatin e. Po bëj. Ja, ky është shumë rregull se promovon trinjt, jam shumë dakord. Po. Biem shumë dakord tu, bravo i qoftë. Iniciativë super e madhe, po ja nuk është gati. 18 vjeçari. Domethënë, ti se supozohet se këtu do të dal. Ti do kesh 1 ose 2 se nuk mund të marrësh komplet ekipin. Okej. 1, 2, 3. Po. 1 do e marrësh mbrojtës, 1 mesfushor, 1 sulmues. Po jo, mos është të thënë që ti mund të marrësh her pas here. Po, dakor, nuk është të thënë që të marrësh 3 dhe u bë. Edhe ja nuk është gati. Ose ku diun. A punon me akademitë jo zotni? Po. Po për çfarë punon? Po dakor, po pse një nga akademia s'do dalë ty një i aftë? Kjo jep spunto që të shtyn më shumë, motivojnë të rit. Shumë dakord jam, s'po themi jo, po ta marr, po të bëj avokatin e keq tash. Po okay, në çfarë aspekti s'do jetë gati? E fut në fushën e lojës. Po. Se a thotë që duhet luajë paktën 45 minuta, po. Bën disa gafa. Po. Nga emocionet ku diun s'defensoj me një 18 vjeçar tjetër. Po tash sa prova do bëj trajneri për të fituar ndeshjen. Ore tani se ti po merr raste sporadike ekstreme. Po marr ekstreme më. Po pra ti po merr ekstreme, po tani gjithë e din, si ti edhe unë gjithkush tjetër, po ti jepet ajo mundësi, do japësh maksimumin. Po, se ne mezi po presim. As bëhet fjalë që do japësh maksimumin ti edhe jo 100%, 2-300%, sa të kesh fuqinë. Madje një 18 vjeçar kam përshtypjen po të luaj me ekipin e parë. Thjesht ideja që po luaj me ekipin e parë. Por është nisëm shumë e mirë se jep motivim vetë të rinjve herë që të angazhohen më shumë edhe të luajnë edhe më fort. Vetë ekipeve që të investojmë te akademia më. Unë këtë tani po të isha si FSHF-ja do e vëja kusht jo për 18 vjeçarët, por te kombëtarja që të kishte të paktën një lojtar nga organika e kampionateve shqiptare. Nuk është 1 ose 2. 2 mbase mund të jetë shumë. Se realisht tani për kampionatin shqiptar dhe përbërjen e kombëtarëve shqiptarë, lojtarët që kemi aktualisht, mbase 2 mund të jenë shumë.
është e vështirë. Aktualisht. Me detyrim edhe nuk e bën ndoshta, se është pak e vështirë se edhe për ti atë trajnerin me një pozitë vështirë. Se thot, am ke marrë më për këtë punë. Po. Unë gjykoj se për momentin nuk ka ndonjë që të spikasi, pavarësisht se ka element sa duash në kampionatin shqiptar. Po 30 vite që s'po ka valla. Po jo se ke pasur. Po jo se deri ti ke pas prodhime sa dush të kampionatit shqiptar, e kupton? Edhe është ideja se nëse s'ka bëj edhe Hamdi Sali para se të lindte futbollin, mund të ketë luajtur një ndeshje, se jam shumë sigurt apo Bekim Balaj. Bekimi luan akoma. Bali. Po, për shembull mund ta bësh që ndeshje miqësore, kur ti të kesh miqësore, 3-4 lojtar duhet t'i aktivizosh se s'bën. Nga kampionati shqiptar. Bëj disa grumbullime, përzgjidh disa elemente. Këtë ultimatum, nëse mund ta quajmë ultimatum, që FSHF-ja mund t'ia vendos vetë trajnerit, mund t'ia bëjë ndeshje miqësore. Pastaj, gradualisht të paktën përzgjedhje, se tani në fushën e lojës unë e shikoj shumë të vështirë si gjë. Është vështirë. Mund ta përfshish edhe te Liga e Kombeve. Po. Në organikën tënde ti duhet të kesh edhe 2 lojtar. Po. Nasser Ali more se i ram shumë gjatë bull. Ke Nasser Ali më po. Nasser Ali te Dinamo. E kanë nisë. Edhe te Kombëtari ishte. Ore luante te Dinamo ishte edhe te Kombëtari. Po. Ku është problemi këtu? Po, nga gjithë këto ekipe vetëm një lojtar ka dalë më. 1-2 lojtar. Unë kam fjalën shumë i mirë sepse duhet të punojnë shumë më shumë. Unë kam fjalën. Sepse ne kemi tani flasim realitetin, kemi edhe jashtë vendi, kemi goxha lojtar talentuar, cilët mund të thriten. Në miqësorën e fundit që bëri Juventusi me Basel, ishte edhe Durmishi. Stoli në rezervë, nuk u aktivizua, ama pse mos thirret te moshat të promovohet më shumë te U21-shi, mbasi miqësore, pse mos ta marrësh ti edhe te ekipi i parë? Po, është vërtet. Janë shumë element të cilët bëhen bashkë dhe bëjnë shumë të vështirë që të thriten nga superiorja me ultimatum. Po, nuk po them që ti informacion në shok. E ke parasysh sa ka 24 apo 25 lojtarë thret në total? 25, 22, varet. Te organika që thret, sikur dhe thjesht ta thrasësh, i jep tjetër motivim. Jam dakord. Ore kjo nuk është bërë. Është bërë nga kombëtarët shqiptarë. Para sa vitesh? Jo, dhe tani kur bën miqësorët, janë marrë disa nga kampionati shqiptar edhe në stërvitje, që janë stërvitur. Nëse s'gaboj janë marrë edhe nga kategoria e parë, jo vetëm nga superiorja. Çështja është që ti integrosh pak edhe tu japësh çik motivim se ti jo vetëm po thritesh nga ekipi kombëtar, po edhe do luash, këtë që thua ti mund ta bësh që të futet edhe informacion, të paktën një pjesë loje njëri, një pjesë loje tjetri në miqësore. Ti merri 4 lojtar, mbaj mbak në rezervë se miqësoret lejo që ta zëvendësosh komplet edhe ekipin, e kupton? 11 lojtar, po është vërtet. Nëse ti e shikon të arsyeshme, varet edhe kundër cili kundërshtar je përballë. Nëse ti e shikon të arsyeshme, mund të fusesh. Po. Nëse jo, ose fut në lojë. Nice. Kalojm pak edhe te ekipet shqiptare, realisht, që dje Egnatia ka bërë një super paraqitje. Po. 3-3. Një barazim 3-3 përballë Celjes. Një rezultat që mbase Egnatia dhe meritonte ta fitonte. E nisi me një brull të papar, realizoi gol me bitrin që në minutën e 7. Po, është vërtet. Shkoi ndeshje, pastaj e përmbysi në 2-1. Celje misht. Po. Barazoi me Fernando Medeiros, psoi prap gol, edhe barazoi sërish pastaj. Domethënë një ndeshje shumë dinamike. Edhe është ajo që kemi thënë starton që nëse realizohet gol në 10-15 minutat e para bëhet super ndeshje me gola të tjera. Megjithatë, ky barazim mendoj se nuk ju ul as pak pik Egnatias dhe ka gjasa që realisht ta kaloj edhe këtë fazë. Me thënë drejtën shpresoj ta kaloj se realisht tani uroj që ta kaloj, se nuk duhet të shohim vetëm pjesën e rezultatit. Po. Jam dakord që ka psuar 3 gola. Po është tani. Por mos harro ke shnuar 3 gola. Po, është e vërtet. Ke goditur 8 herë në port. Edhe kundërshtari, nëse s'gaboj sa ka qenë 3 goditje. Po. E kupton? Mund bënte më mirë Dajsinani, mund bënte më mirë edhe mbrojtja, bim dakord edhe te kjo pjesë. Po të shohim tërësinë e sfidës. Egnatia realizon 3 gola. Egnatia bëhet një ekip sulmues
Ka ndeshjen e kthimit tani Ignati, Po, nëse s'gaboj ka me datë 28, se nuk e di fiks për sotën, ja diçka tillë se ditën e martë luan. Po. Zakonisht. Edhe mendoj se ka Po gjasa me shumë 28. me 28. Dhe ka gjasa shumë të mëdha nëse kjo Ignatja vazhdo luan në mënyrë të tillë që sulmojnë përpara, mos të trembet o shok. Pse duhet futet në lojë inferiore? Po pra, pikërisht se këtu është problemi i gjithë ekipeve shqiptare, jo vetëm te Ignatja. 90% ekipeve shqiptare kur hyn fush, siç e ka pasur ai kombëtarja jon. Ka akoma kombëtarja. Jo, se me Maran ka çik mentalitet sulmues këto dy ndeshjet e fundit. Ka akoma testim Marani. Nëse po ngelet për të pa, kanë të frikën stepen. Do rrim mbrojtje, po i zoom kundër sul mirë, po si zoom si të shkoj pastaj. Ta provojmë fatin. Mua më pëlqen te kjo Ignatja, domethënë mentaliteti që përdor trajneri në Vildete. Ignatja tani ka 3 sezone që bën super paraqitje. Fiton edhe kampionatin, edhe Lirtetova që ka qenë më para, ka bërë një punë fantastike realisht. Ama, që të kalojmë tek pjesa e modulit lojës që po bën tani në Vildete, që luan një lojë alla Inter. Realisht. Jo, luan realisht alla Inter në aspektin formacionit, jo në fushën e lojës. Luan me 3-5-2. Luan një lojë sulmuesi që 2 lojtarë të krahut vrapojnë gjithkohës dhe duket se janë produktiv derisa ti shikon se shënojnë, janë sinjale shumë të mira. Ka vend për përmirësim mbrojtje? Ka vend patjetër. Ka, se pastaj ngelet ajo që tham, se është edhe në moment që vrapon gjithkohës, dy lojtarët e krahut lodhen. Po patjetër. Edhe mund të izën edhe kundër sulm, kështu që patjetër që do çaloj mbrojtja se nuk kanë nivel. Jo, profesionista janë. Jo janë, po megjithatë edhe lojtarët që ka përdor, domethënë në Vildete, profesori janë lojtarë të huaj. Është Jaime, nëse s'gaboj, domethënë spanjolli dhe Iago. Janë brazilianë është Iago. Po. Lojtar goxha të shpejt, goxha të fizikshëm. Punojnë se duan lojtarë që luajnë para. Po ashtu duhet. Ajo lojë Interi e bënte mirë me Di Marco dhe me Dumfries. Tani problemi është se te Interi nuk ka akoma një zëvendësues të Dumfries. Edhe në moment si dia bëni vërtet. Po do kalojmë 4-3-3 ose 4-4-2. Se s'kemi çfarë. Jo, kam edhe me 4 shlym dot se s'kemi sa çerpin. Po, çerpi, o zot. Vërtet, më duket se tani do fillet ju marrë për poshtë juve. Kam përshtypjen që Bastoni edhe Sommer një sezon nuk e di çfarë bëhet. Jo, më duket se Interi po kërkon një portier tjetër, e harrova emrin. Nga Club Bruges më duket. Jo, nga Lazio, jo nga Club. Po Provedel, jo e mori Provedel. Po pra, kështu që nuk t'jep sigurinë e Sommerit Provedel është. Nuk t'jep sigurinë, po për ne ndeshje zëvendësuese tek tu kemi. Po ideja është më pas portier kryesor. Po, është kjo që po vun Juventusi që kur iku Buffoni është. Është vërtet. Edhe tani me Emiliano Martinezin nuk është se po i shkonin shumë mirë muhabetet. Edhe te Interi problemi më i madh nuk është vetëm mbrojtja, vetëm porta, është edhe mbrojtja. Po pra, edhe mbrojtja, jam shumë dakord. Real Madridi po kontakton për ditë Bastonin. Domethënë, pavarësisht se është lojtari i Interit dhe unë e suportoj goxha. Po. Është pak lojtari i Pisët. Është ai lojtari që bëj pyetje don çonave. Edhe nuk është se nuk do të bëj shef hipotetikë, po i jep siguri Interit mbrojtje. Po kur e shikon fakt me Acherbin aty dyshe, duket mega lux Bastoni. Po, pikërisht Bastoni është mega lukës. Edhe prandaj them që do ketë çik probleme edhe mes fusha. Pse tani po plagën lojtarët. Jo tani kështu si po e bën ti edhe mes fusha dhe mbrojtja i bie pas keni nevojë për informatim total është. Ka nevojë për goxha, se edhe mes fush nuk mund të shkosh gjithmonë me Mkhitaryanin dhe Çahanoglun. Ore sa vjet shkoi Mkhitarjani vërtet. Se di 32 ka 10 vite që e maj menon. Po thoja që për shemb edhe të njëjtin problem që vazhdon ta vuajë te pjesa e mbrojtjes. Interi ka qenë rehat deri tani. Te sezoni është problem te Interi, po. E portës. Juventusi sigur po e zgjidh, pasi edhe nëse i dështojnë negociatat me
Emiliano Martinez, ka tjera halle hera jashtë shmërzit për kupën e botës. Po kontaktoi edhe Vicario. Portieri Tottenham. Është i mirë ai. I mirë është, po mos e shiko otë të Tottenhami. Unë e kam parë disa paraqitje, është portier i mirë, bën goxha mirë, se tani Tottenhami është në vend 7, në vend 8 më duket. Po Tottenhami për pak ra nga kategoria, po nuk është për fat portierit. Po s'është për fat portier, po prap duhet një portier pak me mentalitet më fitues apo. Shiko, Vicario ka ardhur nga Empoli. Nga Empoli shko te Tottenham. Te Tottenham prap pikjat, nuk është se psove në rritja diçka. Tottenhami nga finalisti i Champions League-s gati po bën nga kategoria më burr. Tottenhami në moment që hiku Harry Kane, hiku edhe Heung-min Son. Po. Tottenhami ra. Po dakord pra, është ajo që ke thonë ti ajo Maja, Tottenhami aq e kishte Maja. Kur kishte Maja, s'ka pas finale e Champions League valla. Ah, okay. S'ka më Maja për Tottenhamin, s'ka kampionat, s'ka trofe. Edhe shkoj pikjat poshtë, edhe është një rrjet lirë të Tottenhamit. O vlla, ka po ta marr kot ka Chelsea 5-6 portier, sa ka bën një artilleri atje, sa ai Chelsea shefi lojtar. Hajde shoku, te un thot. Kush e ka Chelsea-n? E ka akoma Abramovich? Jo, Abramovich ka ikë me kohë, ka marr ai amerikani. Ai thjesht marketing. Sa do thot, hap gojën. Nuk e dashur futbollin ajo burr. Nuk e sheh me futboll, e sheh si biznes. President realisht që ka qenë president për të marrë shembull ka qenë Abramovich me projekte serioze të tjera. Po te Chelsea ka qenë. Edhe po thoja, ka 5-6 portier Chelsea. Po pse më nuk i ka dy element që ti negociosh ti marrësh? Nuk besoj se i ka. Jo, po seriozisht tani. Po të marrim Vicarion si portier. Mund të jetë më burr shumë i mirë, po nuk e ka një mentalitet që të ketë luajt në sfida decisive. As me kombëtarën në Itali, nuk është se ka luajtur vëlla. Po Stellendo në Roma tani në Itali. Po prani po them. Tani të flasim ato që është. Si tani, okay, nuk du ta them, po ta marr, se mos marrësh portierin e Serbisë o burr, Đorđe Petrović. E ka thënë në Huazim apo e ka shit tani Chelsea, nuk e di. Te Bournemouth nëse s'ka boj. S'ka ç'don. Po s'ka ke për një se ai të fut në sherr me trajnerin, fillohet zgjidhje me të. Po nuk më kujtohet tani ka Chelsea sa dush portier. Do zgjidhni ju po me Sulmin ç'a do bëni? Sulmin do shohim ç'a mund të marrim, sa kemi mundësi fut të bjerë aty. As bën një kolaps i papam aty. Po kishte një sinjal pozitiv. Te aspekti sulmos, që Spalletti tha Zhegrovën e kam akoma në planet mia dhe nuk po mendoj që ta shes. Duhet prit deri në fund merkatos, si do shkojnë gjërat, po do ishte pozitive. Mund ta bëj edhe kështu që të rrisi vlerën dhe ta shes. Mbase mund të jetë edhe kjo. Një tip skeme për marketing, po me Milanin e pe. Renovoj Modric. Po. Nëse pas performancës që bërin Kupë Botës, i duhet Modric. Realisht i jep shumë stabilitet. Kam përshtypjen çdo ekipi do i duhet një lojtar si Modric. Jo vetëm Milanit, po çdo ekipi. Goxha blerje ka bërë edhe Fiorentina këtë vit, e cila duket se do të lë pas sezonin katastrofal që ishte pak a shumë në njëjtën kurb si Tottenham. Ishte deri vonë ishte thuajse në rënje nga kategoria. Edhe mendoj se do jetë një sezon shumë interesant, dhe uroj që të ketë një fargare. Mendoj se do jetë më agresive si në tërësi, domethënë si kampionat, më agresiv, për vetë aspektin se tani Inter është Champions League ka fokusin atje. Do bjerë i çik ritmi tek kampionati, kështu e shikoj unë. Ndërsa Juventusi dhe Milani nuk e shikoj asnjërin që të kenë si synim Europa Ligën. Si mund shkoj situatë deri në fund nuk i dihet, po besoj se do bëjnë më shumë fokus nga ana e kampionatit sesa nga ana e Europa Ligës. A mund të synojnë edhe Europa Ligën dhe kampionatin? Tani nuk futet kush në lojë që të humbasi, e kuptoj. Është vërtet. Por mendoj që të dyja do e kenë si fokus rikthimin në gara dhe mendoj se do jetë një sezon shumë ndryshe sa i vjet. Se di, gjetet për të pasë sa sukses do ketë merkato pastaj. Ndërsa një gabim që bëri, mendoj tek Como ishte Mërgim Vojvoda, i cili u largua për tek Udinese. Dhe mendoj se Vojvoda, nuk e di se si kanë qenë rrethanat e largimit e tjerë, po mendoj se Vojvoda duhet të këmbgulte me se s'bën që të qëndronte atje. Duhet bënte mbase një bisedë me Fabregas, me trajnerin. Dhe të këmbgulte që unë vëlla duhet rri këtu. Më ka ardhur mundësia që të luaj Champions League. Ai mund t'i thotë që nuk kam nevojë, kam lojtar të tjerë, do përdor element tjerë më të mirë. Nuk ka rëndësi, mbase sezoni është i gjatë, është 9 muaj.
Neti El Said hysa te Lazio. Gjithë ato periudhë që nuk po luante në stole etj. Mund bënte të njëjtën gjë edhe Vojvoda. Pe kombëtarën do luante besoj se s'bën, sepse i duhet shumë një lojtar i tillë Kosovës, për vetë nga eksperjenca dhe nga moduli lojës që luan në godetet me 2 këmbë, avancon etj. Është një lojtar me shumë tipare pozitive. Ka edhe një moshë, nëse s'gaboj 31 vjeç. Dhe një mundësi e tillë nuk duhet ta kishte lënë që të ikte nga duar. Ndoshta ta provonte shihen në Champions League valla, duhet këngulte. Më lër stol nuk më intereson. Unë do të unë nuk largohem, nuk ta shpus kontratën. Jam dakord me ty me këtë që thotë. Ti thot ta bëj si Beli, që shkoi të luaj golf. Po edhe si Beli po. Po të marrë rast më të freskët El Said hysajn. Po pikërisht. Ndoshta se shiko, është edhe kjo që në moment që ekipi nuk të don, si ka thonë Blero, kur nuk don familja jote, s'don as komshia. Po, në moment që ekipi nuk të don, o Fation, mbaj çik presionin o burr. Jo, dakord, më dakord. Po çfarë periudhë kishte hyrë ajo burr, si nga kombëtarja, si nga ekipi, anes po luante këtë Sulmonin, pse ule kokën, pse e ngrit etj. Po neti o burr nuk iku. Po ndoshta po është mundësi që nuk të vije për ditë më burr. Gjithë ndrojnë që të luajnë Champions League. Është kompeticioni më i madh evropian. Kush lu futboll atë ëndër ka. Edhe atë edhe kupën e botës. Ore jep pjesë e ekipit historik të Komës, e ke qunë në Champions League. Po. Bashkë me klubin, bashkë me ekipin, bashkë me trajnerin, gjithë bashkë. Është e vërtet. Nuk do tik jo shok, do 3 këtu. Nuk i di bisedat e brendshme. Tani po e dim hipoteza se nuk e dim. Por unë jam me këtë që nëse klubi dhe trajneri nuk të shohin pjesë e ekipit, ta bëj një të aq të vështirë sa ti të largohesh vetë. Po tani më të vështirë se ja kanë Bobeli si e përmend ti? Më të vështirë se edhe Hysajt? Jo, Hysajt nuk besoj se do e kanë bërë të vështirë. Nuk e di për paskenat. Po, me Hysajt disa ndeshje nuk grumbullohej fare. Zëra merkato etj, presion psikologjik. Disa ndeshje merrej, po shumë pak thuaj se inekzistent nuk futej lojë. Po. Pastaj çfarë do të bëjmë më të vështirë? Pastaj Beli kishte edhe kunj. Pastaj është edhe kjo pjesa e rrogës. Kush? Rrogës. Të rroga vlla, këtë do ta cekja, po thash sa të mbaroje. Nëse do ikte për shembull si Çiku Rejmana i 6 muaj te Emiratet e Bashkuara. E kupton? Siç ka ikë Mitaj në Arabi, jam shumë dakord, ore do të punosh se te fundi futbollistët e dim se ka i far karrierë, i far moshë. Po, ka një afat kohor. Po Udinese nuk njihet në klub që paguan o burr. Po ndoshta Italia, Serie A në tërësi nuk është. Ndoshta paguan më shumë se Como. Po ndoshta, se nuk e di, se nuk e kam parë detajet e kontratës. Po dakord, më shumë se Como, po nëse ti do bën një hap që të ikje, të luaje në Arabi, të luaje tek Emiratet e Bashkuara, të ikje si Myrto Ozuni në Amerikë. Po. Luaje për punë. Leku, okay, më burr, ta justifikojmë se Po kam ngul më burr se nuk besoj se është një diferencë shumë e madhe nga Como tek Udinese. Jo, unë kam edhe këtu se ndoshta nuk të vjen çdo ditë që më sfida. Unë bie shumë dakord me ty, jam shumë dakord me ato që thotë ti. Thjesht po them që në moment që lojtarit mos mund të diskutojë kontrata këtë vit. Ose vitin tjetër. Më kupto prit, ta marrë lutem. Edhe në moment që i skuadron kontrata, mund ngjetet edhe pa ekip. Edhe ndoshta nuk i vjen më mundësia për të luajtur në Serie A. Ja. Në Serie A një ekip do e gjente o shok. Po e gjen o burr. Po ato se diun, po ne po them. Po e gjen o burr se tani ka pas edhe lojtar të tjerë, Marvin Çuni për shembull, ka pas një periudhë jo të mirë tranzicioni, e gjeti prap nëse s'gaboj tek Bari. Serie A B. Ke edhe në Serie A o burr, ke Frosinone, ke Cagliari, ke Vojvoda nuk është lojtar i dobët o. Më di more. Ka tipare që shumë ekipe vuajnë, është ai Kraudiat që kemi diskutuar pas herë. Janë lojtar të rrallë burr. Tani për ekip të nivelit në mes tabele dhe poshtë, siç është Udinese, sa ashtu është. Ashtu është. Ti gjen o plak. Po gjen o burr. Po, gjen. Gjithsesi, është vendimi i tij, nuk i dim pra pas skenat, ne po e dim hipoteza. Unë jam me këtë që Vojvoda duhet kishte kongull që ndronte të rrinte deri në fund pjesa e atij ekipi historik në Champions League. Se base Como nuk e ka gjatë o burr, paro pjesën e atij grupi të madh që ka Champions League fund e gryje dhe eliminohet, nuk kalon te pjesa play-offit. Pastaj dhe kaq do ishte, pastaj në janar që thotë ti mund gjente një ekip tjetër. Por mund të vazhdonte historia më tej, nuk i diet se si mund shkoje. E ka ekip shumë të lezetshëm Como o burr. Realisht ka një ekip shumë kompakt, shumë të organizuar, është padyshim
merit kryesore e trajnerit Fabregas. Bravo, është edhe president duket Fabregas, ka përqindje të Më duket se me Henry diçka tillë. Po, kanë përqindje bashkë aksioneve më duket. Të kalojmë pak tani edhe se kaluam nga tema në temë, edhe tek sfida tjetër mes Alumin dhe Dinamos son. Po, sfida për Conference League. Dinamo se ti e ke kundërshtar? Kur vjen puna te kompeticionet europiane, i mbështesin gjithë ekipet, absolutisht gjithë dum që shkojnë në ekipet. Ku ta gjejmë ti shohim ekipet tona të luajtur jashtë. Shkojnë sa më lart, uroj madje që Ignatia të vazhdoj rrugtimin, të kaloj Celien, të vazhdoj edhe më tuti dhe të shkojë deri në grupet e Champions League që një ekip shqiptar nuk ka bërë akoma deri tani. Dhe realisht Alumin po shikoj që në 5 ndeshjet e fundit ka vetëm 2 barazime dhe 3 humbje, nuk është se ka një vjushmëri të mirë apo një formë të mirë për momentin. Ana tjetër Dinamo ka 3 fitore, një barazim dhe një humbje me Astanën, po Astanën shkoi pastaj dhe Rafi atje në Kazakistan. Rafi 4-1. Edhe i tregoi domethënë se who's the boss. Dhe uroj që të ketë pashu një performancë sa më të mirë dhe me një fitore. Sukses e çona, bravo qoftë. Me Ilir Dajën krye, një trajner goxha i mirë. Është diskutuar shumë që do ftëm edhe Dajën këtu. Po pse jo, po i herë të vazhdoj me historinë. Po. Të shkruaj pse jo. Ore në finalen e pritëm këtu të Conference Ligës. Pse mos kemi edhe një ekip që shkojë atje? Për zotin do ishte super gjë. Do ishte shumë mirë. Ose Ignatia, edhe nëse inshallah jo, ndodh që mos të avancoj në Champions League, të zbresi pastaj në Europa League, të shkoj në grupet e Europa League uroj, edhe ti bjerë pastaj me Juve ose me Milanin. Ti shoh, të xhansi zemra për çik Juve. Po tani derisa shkoj atje pse mos luaj edhe me Ignatia no. Po, është vërtet. Lezetin e vet, po jo mos e jep edhe tjetër impakt edhe kampionatit. Po, i ngren vlerat goxha kampionatit to. O shok, Juven kur kishte atë periudhën e ngritjes, mbas 2006 që po ngrihej prap, nëse s'gaboj ka qenë 2008-2009, e ka skualifikuar Lech Ponzani, i Polonis. Nuk është një ekip wow. Pse mos përballet me Ignatia? Pse mos ta skualifikoj dhe Ignatia? Kam një pyetje, për këtë bëj ti thot ditë. Kur të bjerë shorti do ta kthej përgjigjen atëherë. E zem që do luajmë. Për këtë bëj ti po. Për Ignatia. Okej, nuk do t'ja përgjigje. Nëse do bjerë shorti atëherë do t'ja përgjigje. Ose jo, s'kam çfarë përgjigje, do pshefin stadium të cilin në parë do isha. Me cilën uniform. Pak para se ta mbyllim tani. 2 fjalë shpejt se përmendëm Premier League-ën, pak edhe nga kampionate të tjera, Serie A kështu. Në Spanjë, Adeyemi u prezantua te Barcelona. Gordon u mor, nga ana tjetër Dumfries, Cucurella, Upamecano dhe Bernardo Silva. Domethënë Barcelona ka shtyr shumë përpara në aspektin ofensiv, Reali është blinduar nga aspekti defensiv. Ofensivin s'ka çfarë shton morali. Edhe një detaj tjetër, po ndiqa çik Fabrizio Roman, edhe tha që te intervista te konferenca që kishte bërë për shtyp Florentino Perez, kishte thënë që kam gati ofertën 150 milion për një lojtar që nuk është mbrojtës dhe nuk u tregoj se ku lun, është i ri, por ju garantoj që nuk është Mike Olise. Nuk është Olise. Po. Nuk është mbrojtës. Nuk është mbrojtës, është me sfushë e lartë. Dhe kam gati ofertën 150 milion për ta bërë. E po interesante. Bidi i parë, do të thonë, oferta e parë është 150 milion dhe kemi goxha buxhet për shkulla akoma më lart. Ore, sepse më vinë mend 2 lojtarë të Parisit më. Nuk e di se sa mund të jetë. Ja, kam seriozisht. Nuk e di pse më duket Vitinho? Jo, un po vinë mend 2 të parët sulmues, krahu. Kvaratskhelia ose Barcola. Kam përshtypjen Barcola do kishte bërë goxha. Kvaratskhelia po ashtu. Jo, nuk e di pse thjesht Barcola. 2 emrat e parë që më erdhën mend kur po shpjegoj ti ishin këta 2. E di pse Barcola? Për faktin e vetëm që luante Franca me Mbappé. Okej. Por mund të jetë edhe ndonjë lojtar që Reali me skemën që përdor në krah të djathtë nuk ka një gjuajtës të mirë me këmbë majt. Siç ka qenë Beli dikur, Di Maria. E mamen. Dhe mund të jetë një lojtar i tillë, nuk e di. Gjithsesi ngjitet për të parë ditë. Ka akoma ditë përpara, Mercato
ka akoma shumë kohë për të mbyllur deri me 31 gusht. Sa do diskutojmë. Sa 150 milionë sa do diskutojmë ne. A gjë që thot regjia. Barcola nuk bën as çek, po më pas se ka Barcelona. Nëse ishte kënaqësi të kisha sot të ftuar Geri. Apo më kishe ti? Ja, burr, s'është për Realin ai. Apo më kishe ti? Çerki thot regjia. Pa jam as Çerki për Realin. S'më duket ti për shtash. Jo, nuk e gjoj. Faleminderit që ishe i ftuar sot. Shumë faleminderit. Apo isha unë i ftuar i jot. Kënaqësia ishte e gjitha jotja. Nëse faleminderit edhe ju që na ndoqët dhe natën e mirë. Mirupafshim. Mirupafshim.